Pas ngjarjes së rëndë që tronditi shtëpinë e Big Brother Kosova, Alba nuk ishte më e njëjta. Trupi i saj ishte rikthyer në shtëpi, por mendja dhe zemra vazhdonin të ishin diku tjetër, mes frikës, tronditjes dhe emocioneve që ende nuk kishin gjetur qetësi. Syt I kishte të skuqur nga lotët, duart I dridheshin lehtë dhe frymëmarrja ende nuk ishte e rregull. Ishte e qartë për të gjithë se Alba ishte ende shumë e tensionuar. Në atë moment, Dolce I u afrua me qetësi. Nuk bëri zhurmë, nuk tha fjalë të forta, nuk kërkoi shpjegime. Ajo ul pran Albës, shumë afër, aq sa prania e saj të ndjehej si një mbrojtje e vogël sigurie. Me një zë të butë dhe të ngrohtë. Dolce I foli, mos qaj më, Alba. Të lutem. Jam këtu. Alba e uli kokën. Lotët I rëshitën sërish pa mundur t'i ndalonte. Nuk ishte vetëm dhimbja e momentit, por grumbullimi I gjithçkaje, e kaluara që u rikthye papritur, frika se mos po gjykoi, ndjenja se ishte e pambrojtur përballë kamerave dhe njerëzve. Dolce I vendosi dorën lehtë mbi shpinë dhe e fërkoi ngadalë, me një kujdes pothuajse amnor. Mos u mundo t'i mbash brenda, I tha. Por mos u shkatëro përpara të gjithëve. Nuk meriton të shoh askush kështu. Alba ngriti syt, plot lot, dhe mezi foli, nuk po e kontrolloj dot veten. Më erdhi gjithçka menjëherë. Dolce tunte kokën me mirë kuptim. Ajo e dinte që disa dhimbje nuk shpjegohen me fjalë. Janë dhimbje që trupi I ndjen para mendjes, e di, tha ajo bull. Por dëgjo pak. Mos lejo që ai të shoh duke qarë. Jo sepse je e dobët, por sepse ke qenë shumë e fortë për ta lejuar këtë. Këto fjalë e prekën Albën thellë. Ajo e fshiu fytyrën me pëllëm, duke u përpjekur të marrë frymë më thellë. Ende qante, por tani lotët ishin më të heshtur. Nuk dua të më shoh kështu, tha Alba me zë të ulët. Nuk dua të dukem sikur jam shkatëruar. Nuk je, I u përgjigj Dolce pa hezitim. Je vetëm e tronditur. Dhe kjo është njerëzore. Dolce e mbajti pranë për disa minuta pa folur. Ndonjëherë, heshtja është forma më e fortë e mbështetjes. Alba ndjeu se dikush po e mbronte pa e gjykuar, pa I kërkuar sqarime, pa e shtyrë të fliste para se të ishte gati. Në shtëpi mbizotëronte një qetësi e pazakonë. Banorët e tjerë ndjenin rëndesën e momentit dhe kishin zgjedhur të mbajnë distancë, duke respektuar dhimbjen e Albës. Por Dolce nuk u largua. Ti nuk ke pse t'i japësh shpjegime askujt, vazhdoi ajo. As atij, as neve, as publikut. Merr kohën tënde. Alba mbylli syt për pak qaste. Frymëmarrja filloi t'i rregullohej. Lotët ende I rridhnin, por tashmë nuk ishin shpërthim, ishin pastrim. Faleminderit që je këtu, pëshpëriti ajo. Gjithmonë ja ktheu Dolce, ky moment mes tyre ishte një nga ato qaste të rralla që Big Brother Kosova nxjerr në pa. Jo lojë, jo strategji, jo debate, por njerëzi të pastër. Një vajzë që po thyej nga emocionet dhe një tjetër që zgjodhi ta mbante në këmbë, pa zhurmë, pa interes, vetëm me empati. Alba ende nuk ishte mirë. Tensioni nuk ishte zhdukur plotësisht. Por fal Dolces, ajo nuk ishte më vetëm. Dhe ndonjëherë, kjo është gjëja më e rëndësishme për të mos u rrëzuar përsëri.